Përshëndetje, me qindra qytetarë të Vlorës, miq, bashkëpunëtor dhe kolegë të Enrik Mehmetit, ndër vite janë duke i dhënë lamtumirën e fundit gazetarit të News 24, i cili u nda nga jeta papritur mbrëm pas një aksidenti me motor në moshën 40 vjeçare. Homazhet kanë nisur në Vlorë që në orën 12 në teatrin Petro Marko të qytetit të Vlorës, ndërkohë që do të mbahen deri në orën 14 homazhet për nder të Enrik Mehmetit, e më pasaj do të përcillet për në banesën e fundit. Kanë qenë të shumë personalitetet që kanë ardhur t'i japin lamtumirën e fundit gazetarit Enrik Mehmeti, që nga kryeministri Rama, deputet të qarku të Vlorës, zyrtar lokal, kryebashkiakja e Vlorës, deputet të forcave të ndryshme politike, miq, gazetar, bashkëpunëtor të kolegut Enrik Mehmeti ndër vite. Enrik Mehmeti ka punuar pjesën më të madhe të jetës së tij si gazetar, ai e ka nisur gazetarin qysh herët në moshën 11 vjeçare në kohën e trazirave të vitit 1997. Ai shërbente si përkthyes në një kamp të ngritur në qytetin e Vlorës nga italianët. E më pas, ai e vijoi bashkëpunimin si korespondent i Rajt, ndërkohë që për më shumë se 20 vite Enrik Mehmeti ka raportuar për News 24 të gjitha ngjarjet në qytetin e Vlorës. Ai ishte një gazetar i përkushtuar, ishte gjithmonë aty ku lajmi ndodhte për të siguruar lajmin e fundit për News 24. Ka qenë për gjithë këto vite zëri i qytetit të Vlorës, i shqetësimeve të qytetarëve të Vlorës, i problemeve të këtij qyteti, për të qenë gjithmonë pranë qytetarëve, për të ngritur zërin për hallet dhe për shqetësimet që ata kishin, por po ashtu ka qenë gjatë gjithë këtyre viteve edhe një zë i fuqishëm për të promovuar qytetin e Vlorës, për të promovuar bukuritë turistike të Vlorës, turizmin e Vlorës e çdo gjë tjetër që ndodhte në Vlorë. Në News 24 ai ishte një nga kolegët më të dashur për ne edhe gazetarët më të përkushtuar, ishte gjithmonë aty ku lajmi ndodhte dhe ishte i pranishëm gjithmonë me raportimet e tij për lajmin e fundit, gjithmonë i saktë, gjithmonë i besueshëm, dhe ky përkushtim i tij e ktheu Enrikun në një nga zërat më të besueshëm të qytetarëve të Vlorës, që i besonin shqetësimet, problemet të cilat ai i transmetonte në News 24 për më shumë se 20 vite. Enrik Mehmeti la pas familjen e tij, një vajzë 6 vjeç, djalin 3 muajsh, la pas nënën, vllajin dhe një grup të madh miqë bashkëpunëtorësh që e njohën dhe punuan me të ndër vite. Homazhet në teatrin Petro Marko të qytetit të Vlorës do të mbahen deri në orën 14, më pas kortezhi me trupin e pajet të gazetarit Enrik Mehmeti do të largohet për të varrosur më pas në varrezat e qytetit të Vlorës. Gjatë gjithë paradites ka patur homazhe, që në orën 12 ka nisur homazhet këtu në teatrin Petro Marko të qytetit të Vlorës, ku qindra qytetar vlonjat kanë pritur në radhë për t'i dhënë lamtumirën e fundit Enrik Mehmetit. Ai ishte një gazetar i përkushtuar, ishte një mik i të gjithëve, ashtu siç e kanë cilësuar të gjithë qytetarët që ishin të pranishëm gjatë ditës së sotme në homazhe, po ashtu ishte një zë i fuqishëm i Vlorës. Ne do të na mungojë një koleg i përkushtuar edhe i palodhur siç ishte Enrik Mehmeti, ndërsa Vlorës do t'i mungojë zëri i shqetësimeve, i halleve të qytetarëve, i cili ishte gjithmonë aty kur qytetarët kishin nevojë për të raportuar në çdo situatë të vështirë apo të bukur të qytetit të Vlorës. Pritet që në orën 14 trupi i pajet i gazetarit Enrik Mehmeti të dalë nga teatri Petro Marko, ndërkohë që qindra qytetarë vijojnë të qëndrojnë në ambientet e teatrit Petro Marko për t'i dhënë lamtumirën e fundit kolegut Enrik Mehmeti. Mirë, Renaldo, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, duke i shprehur dhe njëherë ngushëllime familjarëve të afërmve, miqve të gjithë komunitetit të gazetarëve. Njoftojmë që homazhet do të vijojnë deri në orën 14:00 për të nderuar kështu jetën dhe kontributin e kolegut tonë të dashur Enrik Mehmeti.